kam tentu me një moment me ikë për Prishtinës, sepse jeta të qënë, në kuptimin me migru. Ka ndodhë kjo ndonjëherë? Ka ndodhë njëherë në jetën teme, sepse adin gjyqysh, ka herë ne e kemi çdo dështim eventual në jetën tonë, në sensin e karrierës, se qka ti tenton me gjetë fajtorin, edhe shumë e natyrshme është, Prishtinës, kur gjë s'ka. Po, veç 3 muaj ka mujnë me mbjetu lartë Prishtinës. Ai ka qenë në vitin 2009, dhe kam po që, edhe kam qenë në New York, dhe më thonë, në një vend ku është vendi mundësirë, po unë kam thonë që edhe aty kam do menën, Prishtina kam e konë jeta eme për gjithmonë. Cilat janë rrugët më të bukura të Prishtinës për ty? Unë jam rrit në Kolovic, është një lagje e harrume, po thuaj, se kjo nashta është edhe në forma qyshone, jam një inferior në sensin, kam pas shok Dardanis, kam pas shok Qendrës, kam pas Shënija së më ka lidhë. Janë disa lagje të harruara të Prishtinës, janë vjetra, po. Edhe unë duke qenë që ashtu nashta dhe tashti sensin e të menduarit e kam gjithë përfshirje. Ka, do me thonë, rrugët e mija, sidomos në kohën e teenage zonës, kur kemi dalë nga për Zanzibar, kemi nejtë deri vonë, kemi ngu muzik live. Kjo rruga prej Shadërvanit, prej gjamisë së Qarshis deri në Kolovic, ka qenë një farë rrugë që ka meditu, se është një 2 kilometër shi mirë dhe të shpija jem. Po ka dhe rrugë tjera të Dardanis që kam kalu një fazë tjetës tem me shoku, kemi fillu grupin, edhe ka qenë një market pse, atë është shumë interesant, të furra afër qerimit. Ato që ato janë ato pjesë që kemi shru edhe disa tekste për këto rrugët, për dhe së është një